Habit eksperti, jasi të ulni tensionin e lartë pa ilaçe. Tensioni i lartë i gjakut ose hipertensioni është një nga problemet më të përhapura shëndetësore, të cilët mund të vendosë në një sër rreziku të lartë edhe shëndetin tuaj. Sidomos nëse lihet pa u trajtuar për një kohë të gjatë, hipertensioni mund të kthehet në një dëmtues të vërtetë të shëndetit tuaj që mund t'ju kushtojë vërtet shtrenjtë. Shpesh kalon pa simptoma të dukshme, ndaj edhe quhet vrasës i heshtur. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por menaxhimi i tij është thelbësor për të ruajtur shëndetin tuaj afatgjatë dhe për të evituar gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Fatmirësisht, ekzistojnë metoda të thjeshta natyrale që në kushte shtëpie mund t'ju ndihmojnë në të menaxhoni më mirë edhe shëndetin tuaj. Ekspertët tregojnë se ulja e tensionit mund të realizohet edhe pa pasur nevojën e medikamenteve specifike. Sipas Tingwell, në këtë video do të rendisim disa nga mënyrat më të mira ushqyese dhe lehtësuese kundër problemeve të hipertensionit që do të sjellin rezultate konkrete në menaxhimin e problemeve të tij. Si fillim, lëvizni më shumë se zakonisht. Aktiviteti fizik është një nga mënyrat më të thjeshta dhe më efektive për të ulur problemet që shkakton hipertensionin në organizmin tuaj. Ecja në mënyrë të përditshme, noti ose vrapi përmirësojnë kështu funksionet e zemrës dhe qarkullimin e gjakut. Synoni të paktën 150 minuta aktivitet në javë për të marrë përfitimet e duhura, ose aktivitet i cili duhet jetë më i fuqishëm rreth 75 minuta në javë, të cilat do ju ndihmojnë në menaxhimin më të mirë edhe të shëndetit tuaj. Kufizoni nga dieta sasinë e tepërt të kripës. Konsumi i tepërt i kripës mund të rrisë ndjeshëm presionin tuaj arterial. Zvendësimi i kripës me erëza të tjera natyrale, e konsumuar gjithashtu edhe me produkte të freskëta dhe erëza të freskëta mund të ndihmojë gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj, duke evituar rritjen e papritur të hipertensionit, i cili mund të krijojë shqetësime të forta. Shmangni produktet e përpunuara që shpesh përmbajnë sasi të lartë të kripës dhe i zvendësoni ato me përmbajtje të mirë të erëzave natyrale. Evitoni pirjen e alkoolit nga dieta juaj. Edhe pse ndonjë gotë verë mund të mos jetë dëmi më i madh, konsumi i tepërt dhe i shpeshtë i alkoolit mund të ndërlidhet edhe me efekte më negative për shëndetin tuaj, duke rritur presionin e gjakut dhe duke dëmtuar kështu jo vetëm shëndetin e mëlçisë, por edhe shëndetin tuaj të zemrës, të cilat mund të ndërlidhen me njëra tjetrën dhe të krijojnë gjithashtu shqetësime të vërteta për shëndetin dhe organizmin tuaj në tërësi. Shtoni ushqimet me kalium në dietën tuaj ditore. Kaliumi do ta ndihmojë trupin tuaj të eliminojë natriumin dhe të lehtësojë gjithashtu edhe presionin arterial. Burimet e pasura me kalium janë perimet me gjethe jeshile, patatet, gjithashtu dhe domatet, si dhe frutat si bananet, avokado dhe portokalli. Produktet e bulmetit, gjithashtu peshkull edhe salmoni mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë për të menaxhuar më mirë shëndetin tuaj. Ulni sasinë e kafeinës në përditshmërinë e recetave tuaja. Një filxhan kafe mund të shkaktojë gjithashtu edhe një rritje të menjëhershme të tensionit, sidomos te personat që janë më të ndjeshëm. Nëse dyshoni se kafeina do të ndikojë ndjeshëm në shëndetin tuaj ditor, atëherë uleni sasinë e saj dhe zvendësojeni atë me sa më shumë ujë në dietën tuaj ditore, për të evituar kështu edhe komplikacionet që ju kanosen nga problemet e hipertensionit. Kontrolloni vazhdimisht nivelet tuaja të stresit. Stresi kronik është armiku kryesor i një shëndeti të dobët të zemrës, që mund të ndërlidhet gjithashtu edhe me shëndetin tuaj, që mund të shkaktojë rritje të papritura të hipertensionit. Merrni pak kohë për veten, meditoni, bëni frymëmarrje të thella, shëtisni më shpesh në natyrë ose kaloni kohë me njerëzit e dashur për të evituar këto ndryshime të cilat mund të lidhen edhe me hipertensionin e pakontrolluar. Çokolata e zezë është një aleate shumë e mirë e shëndetit tuaj, edhe në betejën kundër problemeve që shkakton hipertensionin në organizëm.
Kakaoja e pasur edhe me flavonoide ndihmon në zgjerimin e enëve të gjakut. Një copë e vogël çokoladë me kakao të zezë në ditë që përmban rreth 70% kakao mund të ketë efekte të dobishme në menaxhimin e shëndetit tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Mbani peshën tuaj nën kontroll. Është një ndihmë shumë e mirë për personat të cilët vuajnë nga problemet e hipertensionit. Humbja e të paktën 5% e peshës tuaj trupore mund të ndihmojë në uljen e ndjeshme të problemeve të hipertensionit dhe të përmirësojë mbi të gjitha edhe shëndetin tuaj kardiovaskular. Kombinoni dietën e balancuar me aktivitetin fizik. Kjo do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve që mund të ndërlidhet gjithashtu me një shëndet më të fortë dhe më të mirë të organizmit tuaj në tërësi. Lini duhanin nëse jeni duhanpirës. Pirja e çdo cigare njëkohësisht mund të ndikojë në tensionin e gjakut dhe të dëmtojë gjithashtu enët e gjakut. Kombinoni një dietë të lehtë edhe me element ushqyes, duke evituar gjithashtu edhe pirjen e duhanit nga dieta juaj për të evituar kështu problemet që shkakton hipertensioni. Shmangni sheqerin e shtuar, gjithashtu karbohidratet e rafinuara, pasi këto produkte do të ndikojnë negativisht në problemet e hipertensionit dhe nxitje më të madhe të problemeve të rritjes së pakontrolluar të tij, që mund të ndikohet në shumë faktorë të shëndetit. Ushqime të tilla si buka e bardhë, pastat dhe ëmbëlsirat shkaktojnë një luhatje të sheqerit në gjak dhe rrisin gjithashtu edhe tensionin tuaj arterial, duke sjellë kështu ndryshime të papritura të shëndetit dhe duke lehtësuar më mirë organizmin tuaj në tërësi. Shtoni frutat e pyllit në dietën tuaj ditore, çka do të sjellin një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe do të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e një pasnjëshme, duke mbrojtur shëndetin dhe duke evituar kështu edhe komplikacionet e tij. Boronicat, manaferat, mjedrat janë të pasura me polifenole, përbërës që ulin gjithashtu inflamacionin dhe ndihmojnë në stabilitetin e tensionit. Një grusht i tillë në ditë do të bëjë mrekulli për shëndetin tuaj të zemrës dhe do të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e një pasnjëshme. Sigurohuni të bëni një përzgjedhje të duhur të dietës suaj për të evituar problemet që sjell hipertensioni pa kontrolluar në mënyrë të vazhdueshme në organizmin tuaj në tërësi. Ajo çfarë mjekët këshillojnë për të parandaluar hipertensionit, përveç medikamenteve që ata këshillojnë, është të reduktoni konsumin e tepërt të kripës, të pasuroni dietën tuaj me fruta dhe perime dhe ndër të rekomanduarat mund të plotësojnë në vaktet tuaja me drithra, peshk, shpend, arror, bishtaja, bulmet me pak yndyrë. Kështu përfitimet që do të merrni në këto situata do të jenë edhe më efektive për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sipas Healthline, në këtë video do të rendisim disa nga mënyrat më të mira natyrale, të cilat do ju ndihmojnë në një menaxhim më të mirë të problemeve të hipertensionit. Shtoni në dietën tuaj perimet me gjethe jeshile. Kripa rrit vëllimin tuaj të gjakut dhe presionin arterial, të cilat bëjnë që presioni i gjakut të rritet të ndjeshëm. Ndaj, për të përmirësuar më mirë shëndetin tuaj dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e tij, pasuroni dietën tuaj me zarzavate me gjethe si spinaqi, brokoli, lakra, të cilat do ju ndihmojnë në menaxhimin më të mirë të shëndetit tuaj. Frutat e pyllit. Pigmentet që u japin ngjyrë boronicave, luleshtrydheve dhe manaferave gjithashtu sjellin përfitime të mira për enët tuaja të gjakut, duke ju ndihmuar në një menaxhim të mirë të këtyre komplikacioneve dhe në një nxitje më të mirë të organizmit tuaj në tërësi. Pigmentet që u jep ngjyrën boronicave, luleshtrydheve dhe manaferave mund të sjellë përfitime më të mira në menaxhimin e problemeve të hipertensionit. Kosi është një tjetër produkt natyral shumë i rëndësishëm, që mund të ndërlidhet gjithashtu edhe me menaxhimin më të mirë të problemeve tuaja të hipertensionit. Ai cilësohet si një nga produktet më të mira që mund ta konsumoni, të kombinuar me produkte të ndryshme dhe vlerat që do të merrni do të jenë fantastike në betejën kundër problemeve të hipertensionit. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë
të mos e zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.